Kandahar apo Rinas, udhëtarët përballen me kushte të papranueshme në aeroportin kryesor të vendit. Aeroporti i vetëm ndërkombëtar i Shqipërisë që pritet të jetë porta kryesore hyrëse për mijëra turistë gjatë sezonit veror, është kthyer në një sfidë për çdo udhëtar, vendas apo i huaj. Ndërsa puna për zgjerimin e ambienteve të brendshme dhe jashtme vijon, qindra qytetarë përballen çdo ditë me radhë të gjata, trafik të rënduar dhe infrastrukturë të përkohshme të papërshtatshme. Në hyrje të terminalit, automjetet që transportojnë pasagjerë ngecin në radhë kilometrike, ku mungon orientimi, sinjalistika dhe ndarja funksionale e korsive. Udhëtarëve u duhet të zbresin shumë metra larg hyrjes kryesore dhe të përshkojnë distanca të konsiderueshme në këmbë, shpesh në rrugë të pashtruara dhe pa trotuare. Në aeroport takova Elonën, 42 vjeç nga Tirana, e cila më tha: "Është një tmerr i vërtet ecja në këmbë në një korsi të gjatë me fëmijë me çanta në krah. Për të moshuarit e pamundur. Mua më duhet të udhëtoj thojse çdo muaj në këtë periudhë dhe më merr frika kur vi në aeroport." Pavarësisht se punimet janë pjesë e një projekti të zgjerimit që synon përmirësimin e shërbimeve dhe kapaciteteve, situata aktuale është kritike. Kalimet provizore të improvizuara për të zvendosur mungesën e infrastrukturës standarde janë të pakalueshme për persona me aftësi të kufizuara, prindër me karoca fëmijësh apo udhëtar me bagazhe të shumta. Për më tepër, mungesa e informacionit zyrtar apo e njoftimeve paraprake ka shtuar frustrimin e udhëtarëve, të cilët ndihen të braktisur në mes të kantierit të ndërtimit dhe kaosit të trafikut. Në prag sezonit turistik, një aeroport ndërkombëtar nuk duhet të funksionojë si një nyje tranziti kaotike në kushte të papërshtatshme për lëvizje njerëzore. Rinas nuk mund të trajtohet si një nyje periferike e ndërtimit, ku siguria dhe komoditeti i pasagjerëve vjen në pikë pyetje çdo ditë. Shqipëria nuk mund të pretendojë turizëm cilësor pa ofruar standarde minimale në pikën e saj hyrëse më të rëndësishme.